Prej 35 vitesh banorët e fshatit Bardhaj ndeshin me probleme të shumta. Mungesa e infrastrukturës si dhe mospastrimi i kanaleve avancore të rrugës janë kthyer në shqetësim për këtë komunitet. Në këtë segment rrugor që lidh fshatin Bardhaj me Bleranin në njësinë administrative Rrethina, mungon plotësisht asfalti. Banorët kërkojnë që të ndërhyet për rihabilitimin e kësaj rruge. Qish me në verhoxhen të s'ka vukush dorë. Prej atje kanë ardhur bashkisë e kanë mot 30 herë. A lanë një rrugë zhavër as çakull, se s'kena pretendu ne me hapit e kanale, me shtru me zhavër. Se s'po them asfalt, edhe ma mirë e ma mirë. Unë punej me makinë, unë shkoj deri në Domen, ashtë rruga Gjam. 4 kilometër larg qytetit, 35 vjet. A la s'ka vukush dorë një rrugë zhavër. Janë interesu edhe për para për këtë punë, për kanalet edhe për rrugën. Dikush thot s'ka ardhur fondi ala, am kupton dikush thot zënoj me objem fondin edhe vazhdojmë punimet. Je ka që kanë thonë. Kërkojmë nga bashkia, se komuna s'ka çaban, nuk ka fonde. Kërkojmë nga bashkia ta shohin herë si rrugë, si situatë, si kanale vaditëse, si kanale kulluese, si qa bëhet në këtë vend. Vetëm pak ditë më parë kjo zonë u përfshi nga përmbytjet për shkak të qarjes së kanalit vaditës, duke dëmtuar edhe më shumë rrugën kryesore që lidh këto dy fshatra.